Pa shkollë, thot i analfabet, dhe të qishte aftësi ushtarake aq të mëdha. Po të u spjegoj një gjë. Bajram Curri është një rast i veçantë që të bash i marrë pa qenë politikan. Është një vrelinas dhe një patriot. Ky ka lind në Karrocë dhe ka vdek në Shpellë. Në të gjitha dokumentat... Si ka lind në Karrocë? Ta spjegoj. Në të gjitha dokumentat që shkruhen tek Arkivi i Shtetit, se janë 2 volume me dokumenta, thotë që Bajram Curri nuk i mjaftonin lekët e bankës. Ka shumë lek prishte, merrte dhe prishte. Dhe ka vdek pa i lënë gruas dhe fëmijëve as shtëpi, as dyqan, as hotel, as... Thamë, do flasim mirë për Bajram Currin. Gjithë shka i e dha për atë dheun, gjithë atë lekë që merte, i jepte për atë dheun. A kishte bërë një ushtrit vetët? Po, a i kishte popullin që vetëm me hap fjallën i shkonin gjithë mas. Thotë, shkrep në agantin, me 3.000, 12.000, marshojnë mas ti, pushka e plakut, ma e thepit, së që adridh. Pra, a i bëll me nëzirë fjallën i shkonin. Ka qenë udhëheqës absolut? Ishte njëri i besuar absolut i masa. I Malsis Gjakovës, apo dhe më gjërë? Jo, a ishte, shiko, nuk keni qenë të bom një simpozium këtu të Akademia Shkenca, folën 4 tosk, dhe folën me fjalë me superlativa. A i ka shkuet e vorri Ismail Qemalit në vitin 1924 dhe i ka kërkua falje. Më falë, thot Ismail Bej, që nuk erdha në shpalljet pavarësisht, se ishta duke luftua për mos me alonë serbet Kosovën edhe Macedonin, pjesën shqiptare, ka shku. Pra, erdhen 4 burra, Zago Lemi, erdhe foli, kryetar Shoqas Labria, foli, tha, busi i Bajram Currit me qenë Tirani në Tropoj, tha. Ka qenë i gjithë Shqipërisë, nuk ka qenë. A i bani kundra e Saditëve që kërkonin me e pru Turqinë prapë. Ata kanë qenë, s'ka qenë Esadi aty, ka qenë, Esadi edhe mund të këtë qenë, por... Jo, Esadistët janë quajt ata, dhe ka qenë... Ka qenë Haxhi Qamilistët. Haxhi Qamilistët. Edhe luftoj kundra atyre. Ata dini për Dumbabën. është njoni që vazhdojnë e do akoma, në Shqipni e do akoma sot Dumbabën. A i luftoj, pra, qeveria asaj kohë, ja besoj këti ato operacione. Kur është shpallë Republika e Mërgjith, qeveria ja besoj këti dhe me autoritetin e ti, e shujti qeverinë e Mërgjithës të njohur nga 3 shtete, nga Franca, Anglia dhe Serbia, pa vras një njeri. Pra, kishte aj shumë autoritet, i bjene Mërgjithor që kjo është në dëmë të dheut dhe e shujti pa luft. Ka që ishte